nuk ka qëllim më cinik në ai tyre, më të pashpirt. Vini këtu, pasi keni hequr subvencionin për naftën fermerëve në kulmin e krizës për naftën. Njëri normal në botë që mund të imagjinojë një vendim të tillë nuk ka. Përveç atij që tani e ka kap të merri nga tërmeti, të merri nga ky tjetri, të merri nga ai, të merri nga ky, të merri nga vetja e tij, që s'vjen parlament fare, s'ka frikë dhe ty të ka frikë tani. Po, që është i të merruar dhe që s'di ç'bën. Pra, vini këtu, po që ka këtë turpshëm. Po unë i maksisëm kur të kaloj mbi 220. Fshatarve më të varfër të Europës. Kjo është politikë shpopullimi. Është politikë Çubriloviçi. Është politikë anti-shqiptare. Fermeri Maqedonisë e merr me 1000 lekë naftën, me 100 lekë naftën. Qytetari me 150 lekë. Si e shpjegoni ju këtë? Ky hajduti i Shqipërisë me taksën më të lartë në botë mbi litrin e naftës i detyron shqiptarët të blejnë atë me 2.2 euro. A do një t'ja vlezojnë? Një, prisit në zjeri tabel këtu. E pastaj tek telefoni. Në Gjermani, dje nafta në pomp ishte 2 euro. Në Shqipëri, nafta në pomp 2.2 euro. Pardje, më fali, pardje. Rroga në Gjermani 6 herë më lartë se në Shqipëri, 8 herë më lartë. Pra, këto e në aktet cinike, po a e dini u sa i merri qytetarëve në TVSH në naftës me 220 lekë litri? A e dini apo jo? 10 milion euro inkasoni për rritjen e... Rriti, mos u përgjigj, se ma mirë mos flisit pakten. Gjersa a ju braktiseni, gjersa a nuk guxon të vi këtu, s'keni pse mbroni ju atë mor. Po ju lutem mos ndërhyni. Nuk keni pse mbroni ju atë. Nuk guxon. Refuzon çdo interpelancë. Tani, zonja drejtuese seancë, absurdi më i madh është diskutimi këtyre problemeve dhe injorimi i raportit të Komisionit jashtëm Parlamentit Evropian. Lexojeni mirë atë raport dhe del se cili nga ju të kuptoj se me atë vot krimi që ka dhënë për Ballukun i ka fut një thik pa shpine procesit të integrimit evropian të shqiptarëve. Lexojeni. Mediat informojnë se janë bërë mbi 300 ndërhyrje në komision. Lexojeni se fillon dhe mbaron absolutisht sikur ta kishte shkruar opozita në kuptimin e denoncimeve të saj, të vërtetave të saj për vite tëra, po kjo s'ka ndodhur. Nuk është produkt i opozitës. Ai është produkt i ati misioni, fakt mbledhës që erdhi këtu, i përbër nga socialist
si që dini vetë, popullor, konservator, liberal, komunist, fare të majtë. Të gjithë kanë votuar 1.000, rjesht për rjesht e germ për germ. Atë raport që këte parlament e bënd të paqen. Atë raport që për zgjedhjet, edhe atë frazë që përdornit ju, se thonë se ishin kompetitive. Ja u zhduk nga durët. Ligji është për zgjedhje kompetitive, kurse ju nuk i bëhet kompetitive, për kundrazi, thot. Për kundrazi. Institucionet e shtetit u shkrin në një me strukturat e partisë. Pra bëhet zgjedhje në kushte moniste. Pra na nuk vjen ai këtu. Nuk vjen ai dot këtu. Nuk mund të vi. Nuk mund të vi këtu, sepse ai është autori i aneksimit dhe azjesimit të parlamentit. Por vendet që aspirojnë antarësimin Bashkimin Evropian do të kenë në rol qendror parlamentin. Nuk vjen ai, e kërkojnë. E kërkojnë. Me interpelanca deputetët. Sepse ai qëndron në çdo akt të dosjes Balluku. Ja thaj palloshi gjatë, po të marrësh ato, i tha, mesazhet tua aty në dosje, janë shumë më të shumta se të mia dhe më të egra. E pat Ballukun apo jo? Dje bërë edhe rolin e kryetarit tuaj. Do me ja marrë ati tjetër, po ja marrë sa doj ati. Po e filloj, fraksioni i Firit. Hajde mos i shkoni po doni. Po jo. Pra, nuk vjen ai. A e pat raportin, se si thot parlamenti, është inexistent, po thuj, në funksionet e ti. A e pat çfarë thuhet për Ballukun, që e keni mbrojtur politikisht imunitetin e saj. A e pat, a e lexuat, o lubist, vetë se tu një kokën, prap gri një kokën ta mbroni. Po keni veda apo jo, keni atë dhe, keni qytetar. Vjedhët e lubist, shkatrojnë më integrimin, thoni ju. Po lexojeni po doni. Zoti Berisha, ju lutem të ruaj me tikën, ju lutem. Po jep përshtatësi i kos, jo. Të ruaj me tikën, ju lutem. Zonjë, mos e lviz kronometrin, se po i zhduk minutat, po se... Në qofë se ka një gjë që i bëni të gjitha ju, po i bëni. Pra daj kronometrin mos ma lviz, e pa ato zotëri, se çfarë thot për gjyqësorin, e lexuat apo jo? O të damkosur, nga kryetari juaj, e keni të gjithën nga Edi Rama, sepse është kryu me dusë akshit. A e dini ju, t'ja u lexoj unë ju pak regjistrim në Geron Meshës, ku i thot, Linda i thot, jo e akshit, Linda e Surrenit, i përcakton të gjitha tendrat. Po abi banka i Lindës, po gjithë banka i Edi Ramës. A qa kujtoni ju? Se do të tolerojnë më tutje? Jo. Ju po qoni drejt blokimit procesit integrimit me këto qëndrime. Pra ndaj dhe një debat i thellë në parlament për një qëndrim tërësisht rregjistor. Po ju si një taft. Ju nuk një taft. Sepse ju faktikisht jeni të gjithë sot në dorë të lubis. Në dorë të lubis. Edhe kjo që foli. Edhe kjo që doli. Kjo është emërtesë e lubis. Edhe ata tjertë emërtesë e lubis. Nxori dhe fraksionin e Firit dhe tani prisni çdo gjë prej saj. Por edhe një herë thirrja ime është
Qa po ndodhë? Mos pranoni, e ndërpreu? Pra, mos pranoni të shkelmoni proces të integrimit. Lexojeni pak çfarë thot për Ballkanin e hapur. Çfarë thot për letrën e firmosur me Vučićin. A e kuptuat ju që keni një argat Beogradit, kryetar qeveria ndaj dhe ai nuk vjen dot këtu. Nuk del dot këtu ai. Këtu nuk del dot. S'duon dot t'ja përplasin në fytyrë të gjitha ato që ka bërë dhe bën ndaj shqiptarëve. Lexojeni pak. Lexoni pak çfarë thot për Olta Xhaçkën, investitorin strategjik Olta Xhaçka. Ministrën që plaçkit 10.000 metra katror dhe futet kryetari i Bashkisë Burg, kurse ajo vazhdon në parlament. Faleminderit. Zoti Balla, keni fjalën? Të përgatitet zoti Bardhi. Ne mbështesim aktin normativ i cili ka hyrë në fuqi dhe do ta votojmë, duke vlerësuar gjitha masat që ka marrë qeveria në përballjen me një krizë që është një krizë globale. Tani për të sqaruar shqiptarët lidhur me ato të pavërteta që sapo dëgjuat lidhur me projekt rezolutën e miratuar 2 ditë më parë në Komisionin e Politikës Jashtme. Në radhë parë, falenderime për të gjithë eurodeputetët që e votuan. Vihet e re që shumica në Komisionin e Politikës Jashtme dhe siç do duket edhe në seancën plenare të 17 apo 18 qershorit, shkon përtej 3 grupimeve më të rëndësishme politike, por duhet ta filloj falenderimin me grupin më të madh politik, Partinë Popullore Europiane, Socialistët dhe Demokratët grupin e dytë, Renew, por dhe grupimet e tjera politike të cilët e kanë mbështetur. Rreth 80% e komisionit të jashtëm ishte pro antarësimit të Shqipërisë, rreth 80% e komisionit të jashtëm mbështet ambicjen e Shqipërisë sonë të përbashkët që t'i mbyllim negociatat brenda krishtlindjeve të vitit të ardhshëm, dhe 80% e Parlamentit Evropian pra mbështet për mbylljen e kësaj aspirate historike deri në vitin 2030, kur gjithë së bashku të majtet djathtë të shohim flamurin ton kuqezi të valvitet në oborrin e Parlamentit Evropian, në oborrin e Këshillit apo të Komisionit Evropian. Tani të shkojmë tek të vërtetat e mëdha. U tha nga njëri që ishin 300 ndërhyrje, nuk janë ndërhyrje, ishin mbi 300 amendamente, pjesa më e madhe janë rrëzuar të atyre amendamente në dokumentin e kompromisit të punuar me shumë vlerësim nga raporteri Zoti Shider dhe nga raporteri nga Partia Popullore, një mik i veçantë si Andrej Kovačev. Të dy kanë bërë një punë shkëlqyer. Komisioni rrëzoi pjesën më të madhe të amendamenteve. E vërteta është që edhe pse ndonjë amendament ishte nisur me email nga Tirana, nuk e kaloi dot filtrin e komisionit të jashtëm dhe dokumenti sot është nga ana jonë i gjithë pranuar. Ju them të drejtën, nëse doni të jem i sinqert, kam vetëm një koment tek pika 12
e kësaj projekt rezolute, Shqipëria është një model i respektimit të drejtave të minoriteteve. Ju them drejtën për të qenë korrekt, nuk bie dakord. Ja kam thënë të dyve edhe zotit Shider, edhe zotit Kovačev. Pavarësisht se dini ju fare mirë se kush e ka shkruar ose propozuar këtë amendament, por nuk duhet ta bëj pjesë debatit. Por mendoj që Shqipëria në Ballkan është vendi ku minoritetet respektohen më mirë se në çdo vend tjetër. Ka vende që nuk i njohin fare minoritetet në Ballkan, ndërkohë që ligjin që ka Shqipëria për minoritetet, që e kemi bërë së bashku në vitin 2017, unë dhe kolegu Spao që s'është më këtu, është ligji më i mirë për minoritetet sot që Këshilli i Evropës ua rekomandon. Megjithatë shpresoj që deri në seancë plenare në 17-18 qershor, kjo pika 12 të rishikohet. Sa i përket pjesës tjetër, që Komiteti për Politikën e Jashtme vlerëson në mënyrë përgjithshme progresin e përshpejtuar të Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke hapthojza evidentuar ritmin e lartë të hapjes së të gjitha grup kapitujve negociues brenda një periudhe relativisht shkurtër, si në mbështetjen e qëndrueshme publike dhe politike për integrimin evropian. Në po të njëjtën kohë, në këtë projekt rezolut nënvizohet se përshpejtimi i procesit duhet shoqërohet edhe me progresin substancial cilin duhet ta dëshmojmë edhe ne në këtë sallë, duke theksuar se procesi i parafrimit legjislacionit duhet të shoqërohet edhe me zbatim efektiv. Dhe unë bie tërësisht dakord me këtë konstatim të projekt rezolutës që kuvendi duhet forcoj kapacitetet e veta, jo vetëm në pjesën e miratimit të ligjeve, po dhe në pjesën e monitorimit të ligjeve, zbatimit tyre. Kështu që në këtë këndvështrim, ftesa për ndryshimet në rregulloren e kuvendit është gjithmonë e hapur, të ulemi ditën e ënë në Këshillin për rregulloren për të parë se si duhet të arrisim monitorimin ton post legislativ për shkuar tek rekomandimet. Sa i përket demokracisë, zgjedhjeve dhe funksionimit parlamentar, besoj e keni lexuar, jam i sigurt që parafolsi se ka lexuar. Përgjithsisht thotë kuadri zgjedhor i Shqipërisë konsiderohet i përshtatshëm për zhvillimin e zgjedhjeve konkurruese dhe padyshim që duhet të adresojmë në kohë të gjitha ato rekomandime të OSBE-Odirit, edhe këtu ftesa përsëri e hapur, Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore është aty, disa propozime të mira janë bërë, njëri prej atyre propozimeve ose le të themi njëri prej atyre çështjeve që unë nuk resht së përsërituri është pjesa që lidhet me numërimin, qoftë me depolitizimin e komisioneve, të heqim dorë nga historia dhe të paktën partia juaj në zgjedhjet e fundit dëshmoi se është e pakënaqur nga numëruesit që çon vetë dhe ankimoi numërimin e numëruesve vet, hajde të bijem dakord ti depolitizojmë ose pse jo, ndoshta të kthehemi dhe tek numërimi në qendrën e votimit në mënyrë që rezultati të dalë sa më shpejt. Se sa i përket këtyre pastaj pjesës së demokracisë, tani ju ankoni që vidhni votat brenda partisë tuaj, imagjino të ankoheni për se po ju vidhin votat në tjerët. Edhe gjithë edhe i çik respekt edhe për barazin gjinore, një grua si Meremja e shkret kërkoi të kandidonte dhe ato e përjashtuat. Kjo çik e pandershme, duhet ishte i garë me barazi gjinore, një kandidat nga gjinia mashkullore dhe një kandidat nga gjinia femrore do t'i bënte mirë. Brenda 2 minutit nuk e kisha me ty se ti s'kandidon, e kisha me Meremen. Tani, me qenë se u prek këtu dhe o zonja kryetare, është njëri që paguhet për zhurmë, unë nuk di si ta... Ju lutem mos ndërhyni, ju lutem. Po, patjetër. Tani, 2 gjëra që lidhen me shkrimin ose keni bërë një debat gati 3-4 javë, 5 javë tani për një shkrim të publikuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Tani përfitoj nga rasti e para, edhe si kryetari Shumicës, edhe në pozicione tjera, edhe si kryetari delegacionit Shqipërisë Parlamentit Evropian, ta përshëndes ministrin e jashtëm gjerman Johan Wadephul në atë plan 6 pika që ka prezantuar dje. Mendoj që edhe kolegët e Partisë Demokratike duhet ta bëjnë të njëjtën gjë. Johan Wadephul është një njohës shumë i mirë edhe i politikës jashtme, jo më kot është ministri i jashtëm i Republikës Federale Gjermane, por edhe si nënkryetari i grupit CDU-s për një kohë gjatë, edhe në funksione tjera, mendoj që të 6 pikat e tij meritojnë një mbështetje, sepse në fakt kush i lexon 6 pikat e propozuara dje nga ministri i jashtëm gjerman janë fiks ato që ka propozuar ose le themi ka mbështetur edhe kryeministri Rama në atë shkrim të Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pra flitet për një vendimarrje të ndryshuar në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, flitet për një proces gradual zgjerimit me shkallë që ishte edhe propozimi i kryeministrit Rama, flitet për një funksionim të BE-s në një union të zgjeruar dhe zgjerimin e votimit me shumicë të kualifikuar në Bashkimin Evropian se po i përmbledh. Fiks, ministri i jashtëm gjerman djeg në prezantimin e plan ka thënë të njëjtën gjë që ka thënë edhe kryeministri Rama ditë më parë në Frankfurter Allgemeine Zeitung dhe mendoj që të 6 pikat e ministrit Wadephul qëndrojnë dhe organet ose le themi nevoja një reforme në sistemin vendimarrës Bashkimit Evropian e ka dokumentin e prezantuar nga ministri Wadephul, një dokument udhërrëfyes shumë të mirë. Sa i përket raportit të rezolutës Parlamentit Evropian, të presim miratimin në 17-18 qershor, ne jemi të gatshëm u thash, vetëm për një pikë unë ende kam diçka që mendoj që deri në 17-18 qershor, 2 raporterët Shider dhe Kovačev do duhet ta adresojnë. Faleminderit.